ti unë lofsh me mareo, dal kraj, ti unë lofsh me mareo, dal kraj, ti unë lofsh me mareo, dal kraj, ti unë lofsh me mareo, den te lume so, den te lume so, Teksa dëgjoj djemt e Therandës që aq bukur këndojnë, meditoj rreth kësaj tavoline. Përballë kam Gjermanin Peter Heindorf me të shoqen e fëmijët, katolik. Unë vetë i përkas botës kristian ortodokse, e kush na ka mbledhur këtë vigjilje Pashkësh është artisti Refki Golopeni, i besimit musliman. Jemi të ftuarit e tij në këtë natë të shenjtë, e për këtë natë të shenjtë. E kjo është për te magjisë, kjo është shqiptaria, gëzuar Pashkët.